Në lidhje me pronën që kemi ne të trashëguar nga gjyqërit tanë, këtu në Kavalishenca në Pogradec, shqetësimi jonë është se kemi 23 vit që vim vërdallës orollatemi dhe nuk gjejmë një zgjidhje për çështjen e kësaj prone, për truallin. Gjithmonë flasim për truallin. E godina është ndërtuar nga pushtetarët e ateshëm në kohën e monizmit. Çfarë funksioni ka pasur kjo godinë? Tani që nuk më përpara, domethënë, në ishte diktaturë, kjo ishte si Kavalishencë për të dalluarit oficer që vinin pushonin aty. Me hyrjen e demokracisë, kjo nuk funksiononte më dhe siç e shikoni dhe vetë nuk ka asnjë funksion. Kjo është prona jonë, e trashëguar nga gjyqërit tanë, trualli jonë dhe nuk po marrim zgjidhje nga askush. Janë shumë të sakta shpronësimet. Kemi dhe vendimin e Komisionit të Pronave, e cili është shprehur shumë qartë për njohjen e kësaj trualli dhe kemi bërë dhe regjistrimin pranë zyrës së regjistrimit të pasurive të palujshme Pogradec të parablerjes. Në rastin e privatizimit, ne në lindë e drejta për të privatizuar, për godinën, se trualli është yni. Çfarë keni kërkuar nga qeveritë ndër vite dhe çfarë përgjigje keni marrë? Këtu ka një shqetësim se ky truall është futur si në planin e forcave të përhapjes nga Ministria e Mbrojtjes. Ne nuk e kuptojmë fare. Çfarë i shërben kjo forcës armatose? Unë se di, këtu nuk shikon ndonjë për shembull ja hyjni këtu. Shikoni ndonjë ushtarak këtu, ndonjë diçka që mund t'i vesh termin i shërben forcave të armatosura. Çfarë forcë armatose? Unë se kuptoj, kjo është shkatëruar komplet. Kjo s'ka asnjë funksion. Për sa vite është në atë gjendje kjo godinë? Kjo domethënë që para 97-s, bilen 97-ën ne dham kontributin tonë që e ruajtëm si godinë. Në ligji i kthimit dhe kompensimit për pronat, në enitet fraksionie, ku thuhet qartë pika 1 thot. Pika A. Ku ndërtesat në pronësi të pronarit shtet nuk përdoren me për interes publik, trualli kthehet subjektit të pronësuar. Pra e thot shumë qartë edhe pastër ligji i kthimit dhe kompensimit të pronave. Zbatohen, se këto ligjet janë shumë të pastra. Miq alarmi, ndodhemi në shëritorën e qytetit të Pogradecit. Në krahun tim të majt ndodhet edhe ish Kavalishenca, ku ashtu siç mund ta shikoni, nuk ka asnjë forcë ushtarake që të ruaj këtë objekt që i takon ushtrisë shqiptare. Ne do të hyjmë brenda për të parë se në çfarë gjendje është degraduar kjo Kavalishencë. Ja duket qartë që nuk ka asnjë mjet rrethues, pra mund të hyjë kushdo lirisht. Duket qartë që çdo gjë është e braktisur. Vetëm zogjt edhe kafshë të ndryshme mund të jetojnë në këto godina tashmë të shkatëruara. Ja pra ashtu siç duket edhe nga pamjet, këto janë ambientet e brendshme të ish Kavalishencës në qytetin e Pogradecit.
Ja pra, kjo është edhe situata në ish kavalishencën e qytetit të Pogradecit. Një ngërç për pronarët që kanë këtë truall dhe një imazh i keq për këtë shëtitore të bukur në qytetin turistik të Pogradecit. Pas rastit që emisioni Alarm ka trajtuar në qytetin e Pogradecit për kavaleshencën, ku është kërkuar nga pronarët e truallit që a do t'ju kthehej trualli këtyre pronarëve apo do të mbahej sërish kjo godin në administrimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Ne kemi dërguar një kërkesë në Ministrinë e Mbrojtjes dhe sot kemi një përgjigje. Pasi shqyrtua me kujdes shkresën tuaj me numër 1010 protokollit datë 9/6/2014 me objekt kërkesë për informacion, bazuar në informacionin e marrë nga strukturat përkatëse të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, ju informojmë sa më poshtë. Prona në të cilën ndodhet shtëpia e pushimit të ushtarakëve kavaleshenca, objekti kërkesës për informacion nga ana juaj, në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave me numër 515 datë 18/7/2003, është me numër 577 me emërtimin Shtëpia e pushimit të ushtarakëve me vendodhje në Pogradec. Kjo pronë është në administrim të komandos së brigadës logjistike dhe është e përfshirë në planin e vendosjes dhe hapjes së forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, të miratuar nga presidenti i Republikës së Shqipërisë me dekret numër 7459 datë 11/5/2012. Prona me numër 577 është e përfshirë në perspektivën e zhvillimit të mëtejshëm të forcave të armatosura dhe do të mbetet në funksion të përmbushjes së detyrave të saj. Faleminderit për mirëkuptimin. Gjon Ndrejaj, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse. Kjo ishte edhe përgjigjja dërguar njëkohësisht edhe pronarëve të cilët e ngritën këtë shqetësim në emisionin Alarm, pra Ministria e Mbrojtjes do ta mbajnë administrim për perspektivën e forcave të armatosura të Shqipërisë kavaleshencët në qytetin e Pogradecit.